Horoskopi për ditën e shtunë 23 maj 2026. Dashi, ditët që po vijnë do të sjellin një shtys të fortë për të ndrequr çdo krisje në komunikim. Do të gjeni fjalët e duhura për të shëruar plagët e vjetra, për të ndarë ide krijuese me njerëzit që doni. Megjithatë, një hije dyshimi dhe pasigurie do të ndihet në ajër për shkak të disa lëkundjeve të vogla. Mos u mundoni të zgjidhni gjërat me nxitim apo me debate të drejtpërdrejta, sepse sinjalet do të jenë të përzierura. Ky është një moment për të fokusuar te pavarësia juaj dhe planet personale. Një ëndër e madhe që lidhet me mirëqenien dhe rritjen tuaj profesionale do t'ju mbajë të motivuar. Eci përpara me bindje dhe mos u ndalni. Ngjyra me fat blu e çelët. Koha me fat është paradite. Demi, problemet e vjetra që i keni fshehur nën tapet do të dalin në sipërfaqe. Këto çështje intime do të tentojnë t'ju pengojnë punët tua të përditshme dhe detyrat që keni marrë përsipër. Nëse ndjeni se njerëzit po i kalojnë kufit me ju, do të mbusheni me frustim. Është koha të bëni rregullime dhe të vendosni pikat mbi i. Çdo pengesë që do të ndeshni tani nëpër planet do t'ju shërbejë për të përmirësuar strategjinë tuaj. Do të fitoni më shumë nga sa e mendoni. Ky 10 ditësh do t'ju gjejë më të fuqishëm, më të vendosur për të kuptuar veten dhe për të lënë pas ngarkesat e tepërta. Mbyllja e kapitujve të vjetër do t'ju japë një çlirim të madh. Ngjyra me fat bezh, koha me fat 14:15 deri 16. Binjakët. Mosmarrveshje për paratë, shpenzime apo mungesë respekti në çift do të bëhen të ndjeshme. Do të gjendeni në udhëkryq për sa i përket financave, prandaj është mirë të prisni dhe të mos merrni vendime të nxituara derisa të kthehet siguria. Duhet të rregulloni disa detaje të ktheheni në rrugën e duhur. Mos u fiksoni pas gjërave që nuk po funksionojnë, por përdorni energjinë për të zgjidhur ngatresat e vogla. Kjo periudhë do t'ju mësojë shumë nëse dini të vendosni pikat tuaja të dobta në plan të parë. Lajmi i mirë është se vullneti juaj po rritet dhe punët që keni shtyrë prej kohësh do t'ju duken më të lehta për t'u mbaruar. Një projekt i ri do t'ju rrëmbejë vëmendjen plotësisht. Ngjyra me fat gri, koha me fat 10:30 deri 12. Gaforja. Çështjet e parave dhe disa ndryshime për pronësinë do të bëhen delikate dhe do të kërkojnë shumë kujdes nga ana juaj. Do të keni lëkundje apo pasiguri për një person të rëndësishëm në jetën tuaj, gjë që do t'ju çojë drejt një vendimi të vështirë. Ndryshoni planet e vjetra që të keni suksesin të garantuar. Gjeni qetësinë shpirtërore përpara se të hidhni ndonjë hap. Në fakt, intuitën do ta keni të mprejtë dhe dëshira për të bërë ndryshime pozitive do t'ju udhëheqë ditët tuaja. Me një qëllim të qartë në mendje, do të jeni ekspert për të rregulluar emrin tuaj në shoqëri, për të marrë rolin e liderit dhe për të treguar një disiplinë të hekur. Ngjyra me fat kafe e errët, koha me fat 17 deri 18:30. Kalojmë tek Luani. Forca të fshehura do të vijnë në lëvizje dhe do të kuptoni se çfarë po i dëmton marrëdhëniet tuaja. Frika, xhelozia dhe pakënaqësitë e vjetra do të zgjohen, duke të sjellë hije nga e kaluara. Njerëzit përreth jush nuk do t'ju bëjnë qefin dhe kjo mund t'ju nervozojë pak, por në fakt është një bekim i fshehur për ju. Të ngadalsoni hapin do të jetë fitoria juaj më e madhe. Nëse ndjeni se dikush po ju mban diçka të fshehur, kjo do t'ju shtyjë të punoni më shumë me pikat tuaja të pacënueshme. Do të gjeni frymëzimin e duhur për të rritur, për të përmirësuar dhe për të shëruar çdo plagë shpirtërore që ju ka mbetur hapur. Ngjyra me fat Leila, koha me fat 8:15 deri 9:45. Paradite. Virgjëresha. Kujtimet e disa zhgënjimeve të vjetra apo ndjenjat e fajit do t'ju mundojnë her pas here. Duhet të gjeni mënyra të shëndetshme për të nxjerrë jashtë këtë mërzitje dhe të zgjidhni problemet hap pas hapi pa u frikësuar. Pjesa e mirë është se besimi te ëndrat tua do të kthehet më i fortë se kurrë, duke ju dhënë kështu një vullnet për një diçka të re. Do të keni një energji të jashtëzakonshme për të punuar në prapaskenë, larg zhurmave dhe njerëzve
që ju shpërndajnë vëmendjen. Do të arrini një zbulim të rëndësishëm në punët tua dhe do të keni guximin të shihni problemet drejt në sy, në dashuri edhe në biznes gjithashtu. Ngjyra me fat është ngjyrë kremi, koha me fat 11 deri në 1 të drekës. Peshorja. Disa pakënaqësi apo frikëra të fshehura do t'ju tërheqin vëmendjen nga punët tua kryesore. Kur t'ju vinë këto mendime negative, mundohuni t'i largoni menjëherë, duke kujtuar vlerat tuaja. Mbani mend mirë që nuk mund t'i bëni qefin gjithmonë të gjithëve. Lajmi i mirë për ty është se një nivel i ri mirëkuptimi dhe pranimi do të rilindë në jetën tuaj në çift. Një synim i përbashkët apo një ideal do t'ju jap forcë për të ndryshuar jetën për mirë. Do të jeni me këmbë në tokë dhe hapa konkret që do të hidhni drejt qëllimeve tua, do t'ju falin një kënaqësi të madhe sot. Ngjyra me fat është e bardhë, koha me fat 15:30 deri 17. Akrepi. Do të përballeni me një vendim të ndërlikuar apo do të keni një dilemë të fortë. Nga njëra anë do të kërkoni më shumë liri dhe hapësirë, por nga ana tjetër ndjenjat tua do të jenë të rënduara sepse doni të luani sigurt dhe pa rreziqe. Ndër veprimet me të tjerët do të zgjojnë emocione të forta dhe dikush do t'ju kujtojë gjëra që keni dashur t'i harroni. Megjithatë, kjo është mundësia juaj për të pastruar llogaritë me ndjenjat e vjetra. Sa më krijuese të jenë punët tua, aq më produktiv do të jeni. Do të keni vullnet të madh për të bërë ndryshime afatgjata në zakonet tuaja, në punë dhe në rutinë. Përkushtimi ndaj një aftësie të re do t'ju shpërblehet shpejt. Ngjyra me fat gri, koha me fat 19 deri 21. Shigjetari. Disa dyshime të vjetra që nuk i shmangni dot do të dalin në dritë, duke zgjuar pa kënaqësi të harruara. Do të ndjeni një nevojë të madhe për afrimitet, por në të njëjtën kohë do doni të kontrolloni çdo gjë dhe këto të dyja nuk shkojnë mirë bashkë. Mos e vriti mendjen duke analizuar çdo detaj sepse thjesht do të stresoni. Mësoni nga ajo që ju bën të ndiheni keq. Kjo periudhë do t'ju sjellë një dëshirë të madhe për të ecur përpara me projekte të reja, për të treguar veten në një mënyrë origjinale. Ëndrat do t'i arrini më lehtë sepse jeni të vendosur të ndërtoni lidhje të sinqerta dhe të vërteta. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat 12 deri 14. Bricjapi. Ndjenjat tua do të jenë të turbullta dhe do ta keni të vështirë të kuptoni se çfarë doni eksaktësisht. Njerëzit rrotull jush do t'ju japin sinjale të përzierura dhe konfuze. Edhe kjo do t'ju tërheqë vëmendjen. Pranoni që gjërat janë përkohësisht jashtë linje dhe mos nxitoni të bëni konkluzione të gabuara. Energjia juaj do të ngrihet lart sapo të gjeni frymëzimin e duhur. Aktivitetet me vlerë do t'ju nxjerrin nga kjo gjendje plokësht emocionale. Po punoni fort për të përmirësuar marrëdhëniet në familje dhe ambientin ku jetoni, dhe do t'i arrini qëllimin duke hedhur hapa të sigurt të llogaritura mirë. Ngjyra me fat e zezë, koha me fat 16:45 deri 18:15. Ujori. Do të ndeshni disa pengesa apo kufizime që ndoshta mund t'ju prishin pak humorin. Energjia juaj nuk do t'ju mungojë, por disa shqetësime të vogla do të tentojnë t'ju ulin moralin. Nëse kohët e fundit jeni ndjerë të shfrytzuar ose të mbikëngarkuar, tani do të shihni shumë qartë këtë pabarazi. Lajmi i mirë është se vullneti juaj po shtohet dhe interesat personale po marrin jetë. Jeni plotësisht gati të ndiqni një qëllim të ri, në një fushë studimi apo në një lidhje të rëndësishme, me më shumë vetëdisiplinë dhe një vendosmëri që nuk do t'ja u thyej askush. Për sa i përket ngjyrës me fat, është ngjyra gri e çelët, koha me fat 10 deri në 11:30. Peshqit. Mund të keni disa fërkime të vogla me të tjerët që për shkak të ndjeshmërisë tuaj të lartë gjatë këtyre ditëve do të ndjeheni defensiv dhe ndoshta do të shfaqni një rezistencë ndaj të tjerëve.
Nëse njerëzit po ju ngacmojnë nervat, mundohuni të ruani pak qetësinë dhe mos rrini gjithkohës me nerva. Është mirë t'i pranoni frikërat apo pasiguritë tuaja, por mos u mbyll në vetvete duke menduar vetëm për problemet. Fatmirësisht, vetbesimi dhe motivimi juaj do të pësojnë një rritje të madhe, sidomos në çështjet që lidhen me paranë, sigurinë dhe rehatin tuaj. Do të frymëzoheni për të rritur të ardhurat dhe disiplina do t'ju duket lodhje e lehtë, sepse keni përpara një ëndër të madhe që mezi po e prisni. Ngjyra me fat është e gjelbër, koha me fat 13 deri 15.